18 vite pas masakrës së Gërdecit, drejtësia duket se ka mbetur në vend numëro, ndërsa plagët e familjeve të viktimave nuk kanë njohur qetësi. Nga shpërthimi i 15 marsit 2008, humbën jetën 26 persona, ndërsa rreth 300 të tjerë u plagosën ose mbetën të pastre. Pavarësisht se emra si Ylli Pinarit, i dënuar me 18 vite burg, Dritan Minxholli, i dënuar po me 18 vite burg dhe Mihal Deliorgji, 10 vite burg, askush nga politikanët dhe zyrtarët më të lartë, përfshirë Shkëlzen Berishën dhe Fatmir Mediun, nuk janë dënuar për përgjegjësinë direkte në tragjedinë që tronditi vendin. Dënimet e tjera u lehtësuan në apel, duke lënë familjet e viktimave të pakënaqura dhe me një ndjesi të thellë pa drejtësie. Hetimet e SPAK-ut për korrupsion dhe pastrim parash në lidhje me procedurat e Ministrisë së Mbrojtjes për shitjen e municioneve ende nuk kanë prodhuar akuzë, ndërsa përgjegjësia politike dhe ajo institucionale mbetet e paqartë. Shkresa e ish-ministrit Aldo Bumçi për Shkëlzen Berishën dhe telefonatat e Fatmir Mediut me Shkëlzenin pas shpërthimit tregojnë për lidhje direkte që deri më sot nuk kanë sjellë ndëshkim. Ish drejtori i fabrikës, Dritan Minxholli, ish ushtarak dhe ish sekretarja Anjola Agolli kanë shmangur dëshminë, duke bërë të pamundur të zbardhet plotësisht rrjeti i përgjegjësisë. 18 vite më vonë, familjarët e viktimave presin ende drejtësi dhe qetësi shpirtërore. Ndërkohë, procesi gjyqësor ndaj Fatmir Mediut në GJKO vazhdon, me dhjetra dëshmitar që ose refuzojnë të flasin, ose nuk thirren ende. Me SPAK, ende pa rezultat për korrupsionin e nivelit të lartë dhe emrat e Berishës, e djalit të tij që dalin në shumë prova, duket se drejtësia në Gërdec është një udhëtim i gjatë dhe i paqartë, ndërsa plagët e të ndjerëve vazhdojnë të jenë të hapura.